nderuar qytetar, 24 vjet më parë, shqiptarë e Maqedonës ja shtrinë dorën njëri tjetrit për të ndërtuar një Maqedoni të re, të barabartë dhe të integruar në NATO e në Bashkimin Evropian, nëpërmjet marrëveshjes paqësore të Ohrit, të garantuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Bashk ndryshuam kushtetutën dhe miratuam pjesën normative të marrëveshjes së Ohrit, përfshirë edhe rregullimin e zbatimit të gjuhës shqipe, flamurin kombëtar, arsimin sipëror, përfaqësimin e drejtë dhe shumë ligje të tjera. Ndërtuam universitete, shkolla, qerdhe, spitale, korridorin 8, infrastrukturë rrugore e nëntoksore, institucione të reja arsimore, kulturore e identitare, rënuam kufit midis nesh. Ndër vite, drejtuam kuvendin dhe të gjitha ministrit duke kulmuar me pozitën e premtuar dhe të realizuar të kryeministrit të parë shqiptar. Kontributi jon në shtet rezultoi me marrëdhënie të mira ndëretnike dhe ndërfqinësore, antarësim në NATO dhe nisje të bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Nga të gjitha këto dhe shumë të tjera, fitoi shteti jon i përbashkët dhe nuk humbi askush. Të gjitha të arriturat në 24 vitet e kaluara i bëm bashk, edhe me VMRO-n, edhe me LSDM-n, si dhe me miqtë tanë ndërkombëtar. Këto të arritura janë vetë shteti, janë themeli i stabilitetit, sigurisë dhe ardhmërisë së vendit tonë. Prandaj, revizion i të arriturave të përbashkëta nuk na lejohet neve që jemi autor, firmëtar dhe zbatues të marrëveshjes së Ohrit. Ne duhet të prim me përgjegjësinë e burgshtetasve si parti shtetformuese, pa kalkulime, afaqshkurtra dhe të rrezikshme populiste e zellore. Ndërsa atyre që nga ekranet televizive e mësuan historinë që s'kan asnjë kontribut në të arriturat dhe proceset kombëtare, e që asnjëherë nuk e fituan besimin e popullit, por u përzodhen nga të tjerët për t'ia bërë hyzmetin të keqes. Ju themi që trimëria pas luftës e urtësia pas kuvendit nuk vlen. Vëllezër e motra, me njoft veten është urti, me qeveris veten është trimëri. Prandaj, kur hapet dera, rritet ndera. Ne po bëhemi bashk, si asnjëherë më parë, të zënë pas rronjësh e jo pas degësh, jo hyzmeqar e qiraxhi, por krenar e të përkushtuar për t'i dalë zot kushtrimit popullor, për dinjitet kombëtar, o sot, o kur. Të bëhemi bashk të gjithë, i madh e i vogël, burra e gra, që çerek shekulli i marrëveshjes së Ohrit të na gjej ballë lart si dje e jo të përkulur, nënçmuar e të përbuzur si sot.